Këngëtari Gjesti ka nisur zyrtarisht numërimin mbrapsht për projektin e tij më të ri muzikor, duke sinjalizuar një rikthim që duket se do të bëjë zhurmë në skenën shqiptare. Artisti ka zgjedhur që paralajmërimin ta bëjë në mënyrë të drejtpërdrejtë përmes rrjeteve sociale, aty ku ndjekësit e tij janë gjithmonë të vëmendshëm ndaj çdo lëvizje të re. Në Instastory, ai ka publikuar intron e këngës së re, një fragment i shkurtër, por mjaftueshëm intrigues për të ndezur menjëherë kurreshtjen e publikut. Edhe pse vetëm pak sekonda, materiali i shpërndar le të kuptohet për një projekt të punuar me kujdes, me një atmosferë që premton ritëm dhe emocion. Tipare që e kanë karakterizuar shpesh stilin e Gjestit. Përveç tingujve të parë, artisti ka zbuluar edhe një detaj kyç: orën e publikimit. Projekti i ri do të lansohet nesër në orat 18:00, një njoftim që ka mjaftuar për të rritur ndjeshëm pritshmëritë e fansave. Komentet dhe reagimet nuk kanë munguar, me shumë ndjekës që kanë shprehur entuziazmin dhe padurimin për të dëgjuar këngën e plot. Deri më tani, Gjesti ka zgjedhur të mbajë mister pjesën tjetër të informacionit. Nuk dihet ende titulli i këngës, tema që trajton apo nëse bëhet fjalë për ndonjë bashkëpunim me artistë të tjerë. Pikërisht kjo mungesë detajesh duket se e ka bërë paralajmërimin edhe më tërheqës, duke shtuar kuriozitetin dhe diskutimet në rrjet. Me këtë lëvizje, Gjesti dëshmon edhe një herë rëndësinë e prezencës digjitale në promovimin e muzikës, duke ditur si të krijojë pritje dhe atmosferë përpara lançimit. Tashmë sytë e fansave janë të drejtuar nga orat 18:00 e ditës së nesërme, për të parë nëse projekti i ri do të shënojë një tjetër sukses në karrierën e tij. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.